Pothuajse çdo produkt që përdorim e nis jetën e tij si lëndë e parë, shpesh mijëra kilometra larg. Sot, do të zbulojmë pikërisht atë udhëtim të fshehur, një proces i orkestruar nga disa lojtarë shumë të specializuar global, tregtarët e mallrave. Pra, si ndodh kjo? Si kthehet një shkëmb nga Brazili në një trash çeliku, ose si bëhet nafta e papërpunuar karburanti që vë në lëvizje makinat tona? E po, përgjigja nuk është thjesht një proces industrial. Është një udhëtim i jashtëzakonshëm global që ndodh pothuajse në mënyrë të padukshme. Dhe pikërisht në zemër të këtij zinxhiri kompleks qëndrojnë tregtarët e mallrave. Por kujdes, mos i mendoni si thjesht ndërmjetës që blejnë e shisin. Jo, as pak. Ata janë arkitektët e vërtet, ata që projektojnë dhe ekzekutojnë çdo hap të kësaj lëvizjeje gjigante. Mirë, për të kuptuar se si funksionon gjithë ky mekanizëm, duhet të nisemi nga fillimi, nga qëllimi i tyre themelor. Pra, çfarë i motivon vërtet këta tregtar? Në thelb, modeli i tyre i biznesit tingëllon çuditërisht i thjesht. Blej liri diçka të papërpunuar dhe shite më shtrenjtë pasi e ke transformuar. Por, e gjithë magjia, i gjithë sekreti, fshihet pikërisht te fjala transformim. Dhe çfarë do të thotë ky transformim? E po, ai ndodh në 3 dimensione kryesore: hapësirë, kohë dhe formë. Mendojeni si 3 levat kryesore që një tregtar përdor për të lëvizur botën fizike dhe për të krijuar vlerë aty ku më parë thjesht nuk ekzistonte. Okej, pra gjithçka nis nga burimi. Le t'i hedhim një sy se si tregtarët arrin të sigurojnë lëndët e para që në nisje të këtij udhëtimi të gjatë. Por sigurisht, sigurimi i burimit nuk është as pak i lehtë. Përkundrazi, një nga sfidat më të mëdha është se cilësia e lëndëve të para po bie. Për shembull, përmbajtja mesatare e bakrit në mineral ka pësuar një rënje drastike. E çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se duhet gërmuar shumë më tepër për të marrë të njëjtin rezultat. Kjo natyrisht i rrit kostot dhe kompleksitetin për të gjithë zinxhirin. Dhe përballë sfidave të tilla, tregtarët përdorin një arsenal të tërë strategjish. Çfarë bëjnë ata? E po, disa blejnë vetë miniera. Të tjerë krijojnë partneritete me prodhuesit, ofrojnë financim në këmbim të prodhimit të ardhshëm, apo thjesht japin mbështetjen e tyre teknike. Një nga mjetet më të fuqishme që kanë në dorë është ajo që quhet marrëveshja offtake. E thënë thjesht, është si një premtim i dyanshëm. Tregtari thot prodhuesit: "Unë do ta blej gjithë prodhimin tënd të ardhshëm", dhe prodhuesi i garanton tregtarit një furnizim të qëndrueshëm. Është një mënyrë geniale për të ulur rrezikun për të dyja palët. Okej, mirë. Tani le të futemi në zemër të çështjes, vetë rrugën e transformimit. Pra, si funksionojnë këto 3 transformime në botën reale? Le ta nisim me të parin, transformimi në hapësirë. Dhe ky shembull tregon për masat e vërteta të lojës. Transformimi në hapësirë nuk është thjesht të marrësh një anije me qira, as pak. Shpesh do të thotë të ndërtosh nga e para infrastrukturën, siç është hapja e një lumi të tërë për transport. Kështu krijohen autostrada të reja tregtare që ndryshojnë të gjithë rrjedhën ekonomike të një rajoni. Dhe kur vjen puna te lëvizja e mallrave, tregtarët përdorin 2 modele kryesore që, interesant është, ngjajnë shumë me jetën tonë të përditshme. Njëri, time charter, është si të marrësh një makinë me qira, paguan për ditën dhe ke kontroll të plot. Tjetri, voyage charter, është fiks si të marrësh një taksi, paguan një tarifë fikse për një udhëtim specifik. Zgjedhja, natyrisht, varet tërësisht nga strategjia. Mirë, kalojmë tek i dyti. Transformimi në kohë. Kjo është shumë më tepër se sa thjesht magazinim. Është, si thua, dora e padukshme që mban tregjet në ekuilibër, duke ruajtur një produkt kur ka tepric dhe duke hedhur në treg kur ka mungesë. Tregtarët parandalojnë luhatje të mëdha të çmimeve dhe sigurojnë stabilitet për të gjithë. Pyetja është, si e din ata kur duhet të ruajnë dhe kur duhet të shesin? E po, nuk është me hamendje. Ata thjesht lexojnë sinjalet e tregut. Kur çmimet e së ardhmes janë më të larta se ato të sotmet, tregu po u thot ruaje. E kur çmimet e së ardhmes janë më të ulta, mesazhi është i qartë: shite tani. Kjo është logjika e pastër ekonomike që vën në lëvizje flukset globale. Dhe së fundi kemi transformimin në formë. Ky shembulli me bakrin është thjesht perfekt për ta ilustruar. Çfarë bëjnë ata? Marrin një produkt me cilësi të ulët, le të themi me shumë arsenik, dhe e përziejnë me një tjetër me cilësi të lartë, pra të pastërt. Rezultati, një produkt krejtësisht i ri që plotson saktësisht specifikimet e rrepta të klientit. Ky është krijim vlere në formën e saj më të pastër.
Mirë, udhëtimi po i afrohet fundit. Malli i transformuar tani duhet të dorëzohet te klienti final, por jo do si do, duhet të përmbush specifikime jashtëzakonisht të sakta. Dhe këtu ndodh diçka vërtet interesante që në zhargon quhet giveaways ose dhurata. Çfarë do të thotë? Ndonjëherë, një rafineri krijon një produkt që është, le të themi, shumë i mirë për standardin e kërkuar. Kjo është një lloj paefektshmërie në treg. Një tregtar i zgjuar e sheh këtë mundësi, e blen, e ripërzien pak dhe e shet me fitim, duke përmbushur sërish pas një problem specifiketet. Për të kuptuar sa kompleks bëhet ky proces, mjafton të shohim tregun amerikan të benzinës. Nuk ekziston vetëm një lloj benzine atje. Jo, ka 10 lloje, secila me rregulla dhe specifikime unike për shtete të ndryshme, madje edhe për stin të ndryshme. Të lundrosh në këtë labirint rregullash dhe ta bësh të gjithë sistemin të funksionojë pa probleme, po këtu qëndron gjithë mjeshtria. Dhe duhet ditur se prapa çdo tregti të suksesshme qëndron një figurë kyçe, operatori. Ai ose ajo është dirigjenti i vërtet i gjithë kësaj orkestre logjistike. Personi që sigurohet që çdo detaj i vetëm, nga dokumentet e anijes te inspektimet e pavarura, të ekzekutohet me një saktësi absolute. Pra, duke i bashkuar të gjitha këto pjesë, cili është në fund të ditës roli i vërtet i këtij procesi gjigant në ekonominë globale? Dhe diçka që mund të jetë befasuese, pavarësisht gjithë këtij kompleksiteti dhe rrezikut të jashtëzakonshëm, marzhi tipik i fitimit për një transaksion të vetëm është rreth 3%. Vetëm kaq. Kjo tregon diçka shumë të rëndësishme. Ky është një biznes me volum të lartë dhe marzhe shumë të ngushta, i cili varet rësisht nga efikasiteti, jo nga spekulimet e mëdha. Dhe ky citim nga Craig Pirong e përmbledh në mënyrë perfekte. Duke i lëvizur mallrat në hapësirë, kohë dhe formë, tregtarët në thelb krijojnë tregje të qëndrueshme, ose siç thuhet, likuide. Pra, ata garantojnë që prodhuesit të kenë gjithmonë dikë që t'ua blejnë mallin dhe konsumatorët të kenë gjithmonë furnizim. Dhe kjo na lë me një mendim të fundit. Në një botë që po bëhet gjithnjë më digjitale, e lidhur nga të dhënat dhe transaksionet që ndodhin në sekond, i gjithë ky proces na kujton një të vërtetë themelore. Pas çdo gjëje qëndron një udhëtim fizik, një udhëtim kompleks, i vështirë, por absolutisht thelbësor, që e mban botën tonë në lëvizje.